Unë mendoj që ky është veç një sinjal mi tregu qeverisë që odat dhe bizneset në Kosovë janë të vendosura mos me pranu këtë vendimorje arbitrare dhe kundërligjore që ka zbatu Zareja me mbështetjen e qeverisë. Sa ma shumë të refuzojnë ata me kuptu, aq ma të mdhaja kanë më qenë pasojat për dy palë. Mirë po më besoj që fundi kanë me qenë pasoja ekonomike, kanë me qenë pasoja sociale dhe kanë më pas ndikim afat gjatë për arsye se kanë mi rreziku bizneset tona, mos më pas mundësi me qenë konkurrues në treg dhe veç mas kanë me rreziku buxhetin e Kosovës, sepse shumica e buxhetit të Kosovës mbushet prej këtyne bizneseve që sot janë këtu. Mirë po dikush që asnjë ditë në jetën e vet nuk e ka bën një argat jashtë sferës publike, edhe nuk e ka fitu një meditje me djersën e tij përveç nëpërmjet formacione u politike, nuk më rrinë me kuptu sa vështirë është me bo biznes, nuk më rrinë me kuptu sa e rëndësishme është planifikimi afatgjatë për një biznes edhe për të ardhmen e ndërmarrjes tyre edhe për fatin e punëtorëve që janë mbi 150.000.